Unë dhe publiku mendojmë se personazhi i preferuar është Miri. Sa e vërtetë është kjo? Në fakt personazhi i preferuar është Selin, për shkakun sepse është shumë inteligjente, shumë e zgjuar. Është pak gënjeshtare, po gjithë gënjim nga i çik mjet, kështu që nuk ka si gjë të keqe për të shpëtuar nga problematikat e jetës. Gënjeshtrat bardha nganjëherë janë. Megjithatë, më pëlqen shpirti i saj luftarak dhe është pak vendi i dytë, po. Shkau. Miri jo se është vendi i dytë, por unë mendoj që Miri e kishte të nevojshme hyrje në Big Brother për t'u rikujtuar njerëzve, por edhe Miri vetë për të kuptuar rolin e tij që ka pasur në gjithë këto 27 vjet të karrierës. Dhe mendoj që e ka arritur atë qëllim. Megjithatë, njerëzit nuk tërhiqen në rrugë, por vazhdojnë të ecin përpara dhe pse jo, le të vazhdoj të luftoj për titullin, siç lufton ai, luftojnë edhe gjithë të tjerët. I lexon kështu komentet në përgjithësi? Nuk i lexoj fare komentet, po të lexoj komentet unë jam barkë Kalis Skënderbeut pastaj. Kështu që mirë, në përgjithësi njerëzit kur të takojnë në rrugës, japin komente pozitive, familja jote, vajzat e tua, çfarë thon? Vajzat i kam kundra Mirit. E para, mos e mbro. Babi Mirit. Po nuk kanë ato, se ato kanë ato të tyret. Për shembull, ju pëlqen Selin, për shembull, ose ju pëlqen Rogerti, për shembull Mateo. Edhe Mateo, ishin në fillim e pëlqenin Mateo, por pastaj thanë, po bëhet i çik si arrogant ky. Kështu që megjithatë edhe Mateo është pozitive. Flas, mamin e vet e kishte shumë bukur herë. Zana ishte një yll i vërtet. Mateo si gjatë fare mamit vet që i rrete menja. Kështu që